Mirë se ardhët në podcastin Flas Çka Du. Sot me mua është Bedrim Mehmeti, psikolog klinik, me të cilin do të flasim për një gjë që është të na përcjell non-stop, që fëmijët e vogël prit 3 vjet e marrin telefona në dorë, edhe po du me ditë çka ka me pas në trunën e tyne mas një kohe të largët, ose çush ka mu rri qaj fëmijë, edhe çka ka mu bo qaj fëmijë, derisa non-stop është të e majt një telefon dorë edhe rritet me që ato algoritmat e ju me prind që shimi rrit na për para. Po, do të flasim edhe për sene tjera, që besoj kina me pas një tim tepër të mirë edhe tepër të interesu njerë që me pa. Mirë se erdhe Bedre. Faleminderit Arlind, faleminderit të vokot gjamoti që kemi taku edhe kemi bo lofet ndryshme, aq më shumë sot të më thonë për tematikën që po takuemi edhe po du me shtjellu kështu tamam avden është një prej aty një gjonave që unë e prej çdo ditë këtë realitet sepse po realisht kom po që e ki edhe një faqe të cilën pja mëson fëmijëve tronat e zemrës, qysh me ninja ta vetën në trupin e vet. Edhe që kje shumë e bukur edhe më ka shtypër me fol për fëmijët në për mes qasoj që ka e pash, por na mujna me fol edhe për tritnet edhe për moshën 16 vjeçare, pesgjerojmë temën, veç unë kom qef si filiz zvogël me po çka i ndikon fëmis, qaj o rreze të cilën na e marrëm për gjithë ditë. Pa dyshim, për fat mirë dhe për fat keq, ka njëherë varësisht edhe prej grup moshës edhe prej stadit zhvillimor që në vetë fëmiu po prezentohet në për teknologji të ndryshme është mjerushme, marë parasysh që jo gjithmonë mosha 3 vjeçare tutje është prezentimi, nështë jo ideal asë njëherë, po të paktën po mundu me mendu që për një prindit me autoritativ, me autoritar, për një prindit që është pak më i avancuar në aspektin e edukimit të stileve të ndryshme edhe pjesës të përgjithshme të zhvillimit akademik të tij, po arrim u prezantu pak më vonë, po një e keq që po prezantohet edhe qysh mujt e parë të jetesës së fëmijës. Kur nalëm e pa, nalëm e pa gjithmonë kur fëmiu është në një fazë sensorike, është në një fazë të eksplorimit të ambientit, të prekjes, të gugatjeve, edhe ku në atë fazë fëmis po i ndërprehet edhe fëmiu po ndalet në një stad aty me qëndru, për shkak se teknologjia po ja merr stadin zhvillimor. Ose është edhe një sen shumë interesant. Nëse na jemi statik dhe diçka mrena në telefon është të na lëviz. Tash paramendo për trunin që ti si të lëviz, bota që te jetë po është të lëviz. Prej dallim prej neve që neve na ka lëviz trupi me objektin bashk. Tash objekti është statik, mrena po lëviz diçka ti po rën, edhe po e kshyr që ato. Edhe une shumë shpesh me najtë që aja është edhe domi që kemi mi pas fëmijët me ADHD, të cilët kanë me pas probleme me u koncentru, me mujt me fol me dikën, se ka me lyp qatë ritmin në TikTokit, ka me lyp qatë ritmin që e ndranaj kur dërë. E po, që kjo është pikrisht të më thonë, taman është një çka po ndikon tru, përqendrim, memorie edhe vëmendje. Është tamam kjo na zakonisht në neuropsikologji një prej bazave kryesore që e kena pse shkaktohet sjellja dhe gjithçka tjetër edhe çto problematika neuropsikologjike që i përmenda më herët është edhe bazë kryesore neurotransmisioni, që ngacmohet vazhdimisht çdo ditë dhe në situata të ndryshme që ndodhemi. Zotën edhe në tash jam të ngacmu neurotransmisionin, jam të ngacmu sistemin limbik, jam të ngacmu amigdalen, edhe në mënyrë të drejtë për drejtë, krejt këto ndikojnë edhe në trunin e fëmijës, ndikojnë në zonat e caktuara të trurit, qoftë në zonën e përgjithshme frontale, po në pjesën e përgjithshme të sistemit limbik. Domethënë, ku sistemi limbik preket drejt për drejt emocionet e fëmijës, preket drejt për drejt amigdala, preket në mënyrë të drejt për drejt hipokampusi, sepse bën shumë memorie afat shkurt, memoria e punës, çato për çato, nuk shkon informacion, nuk procesohet, nuk shkon. Se komprej që s'kan edhe kontinuitet do gjenerata, për shembull, s'kan kontinuitet të fjalëve, përpara njerëzit kanë fol gjatë edhe ti ke pas nerva me nguni më vetë tepër gjatë edhe që i thonë e kam pleçnu më vetin. Tash nuk mundet aj më shumë se 30 sekonda me të nguse, ka çaq Instagramin, çaq ka fuqinë të mendumit, qaq munët. Kështu që qka kina me, a ka mu bubota ma e shpejt, a ka me pas punëtor të shpejt, a kina mu përkon na makina,
Se më shamu si qalë qapini që Tash po du me e lidh përgjigjen edhe me këto, po edhe pak ma herët. Tash tu marr parasysh që në zonën frontale ndodhet frenimi, inhibimi, organizimi, zgjidhja e problemit, ndodhet edhe ndërveprimi social, krijimi social, ndodhet edhe përqendrimi, është përgjigje edhe për pjesën e përqendrimit, pastaj edhe pjesa e komunikimit krejt këto janë domethënë përgjigje që na i morën prej trunit në mënyrë të drejtë për drejt, edhe për pjesën tjetër të vazhdueshme për munal tek përgjigja e fundit. Tu marr parasysh që këto preken domethënë drejt për drejt neurotransmeter të ngacmuesi, glutamati, preken drejt për drejt neurotransmetuesit e feniletilaminës së dashurisë, preken drejt për drejt neurotransmetuesit që janë përgjegjës domethënë për dashurinë në një kontekst tjetër si atashuesi, oksitocin, preket dopamina që është kogja përgjithëse sepse është një neurotransmeter që neve na mon edhe në lëvizje, po në njëjtën kohë edhe na kënaq. Do të thonë është i kënaqshmërisë, që në mënyrë të drejtë për drejtë na e morën përmes përdorimit të domethënë pa kontroll të telefonit, varësia ndaj telefonit ose psikokibernetika, neuroshkenca e teknologjisë ose e qysh mi pështu na qësojna? Qa na kishe dhun pak një ide, se na përpedina që krejt që po bodamtojmë, po visht pak një ide, sa do pak njerëzit me pështu prej qësoj, edhe qa na kishe dhun, qa na kishe sugjeru ti si psikolog, që qysh me përdor për të mirë na që ato, jo me përdor veç për me marrë dopaminën e shpejt, mi marrë këtë këto të shpejta, po me përdor për mirë, edhe me ditë për çka është teknologjia për të mirë. Jënë disa gjona që kur të nalësh mi po që atë pjesën pse po ndodh domethënë deri te varësia edhe qysh me arrit me reduktu ose që shpesh herë ka dalë se janë gjatë asaj rrugës edhe çfarë strategji kompensuese me marrë që mos me ardhe deri në çat gjendje. Na shohim shumë shpesh që sot puna është bërë shumë multitasking. Domethënë ti duhesh me kanë i tillë, për ndryshe një kompani, një organizat nuk është po çet format. Domethënë do të me kanë i kryum i tillë, që do të thotë që zakonisht na jena të ngarkuar në sistemin limbik, edhe jena të ngarkuar pak edhe në funksionet ekzekutive. Pse? Sepse na vazhdimisht e përdorim tash teknologjinë. Edhe çka ndodh pse na e kena të ndezura, domethënë në aplikacionin në telefon, njoftime të vazhdueshme, edhe automatikisht na çdo kena me konto kryeni punë, çdo kena me marr telefonin, çdo em përshëndetje po mirë, faleminderit ditën e mirë, edhe çka do ndodh na kena me konto ngarkuar në zona caktuar të trunit. Edhe në mënyrë të drejtë për drejtë, domethënë ku me afektu gjithçka. Edhe çka ndodh këtu ndodh që neve po na duhet një dopamin e shpejt në mënyrë të vazhdueshme, edhe që kur nalëm me mod varësinë te teknologjia, një prej gjonave që mundem me pa domethënë me largu dhe telefonin pak më larg. Mundem me lënë domethënë shuta njoftimet edhe në mënyrë të drejtë për drejtë na mundem me pa domethënë rrohjet e tona të zemrës ose sfera të ndryshme psikofiziologjike, domethënë lëvizjen e syve, tensionin, po padyshim sekletin që na kap neve, ankthi, frymarrja, gjithçka tjetër në aspekt fiziologjik qysh na reagojnë domethënë në sistem nervoz simpatik edhe parasimpatik, arrijna me pa në mënyrë të drejtë për drejtë qysh e kapëm, qysh po ndihem edhe kur pelshojna. Pastaj disa prej strategjive ma kompensuese që kishin mujt me dal në këtë përgjigje janë kur na mundem me marr për shembull një fletore edhe me përdor domethënë identifikimin e mendimeve dhe çka po përjetojnë na kur pikena, sepse këtu automatikisht njerëzit nuk janë perceptues të mëdhenj. Domethënë gjonat i perceptojnë në mënyrë shumë të shpejtë, nuk marrin vendime domethënë në mënyrë shumë të shpejtë, nuk kanë aftësi të zgjedhjes së problemit, edhe në mënyrë si çysh i përgjigjen personave të ndryshëm është shumë e shpejtë e pa menduar më mirë. Edhe tash kur nalesh mi identifiku çdo lloj problematika ka dalë, okay, më ka shkruar mua dikush një mesazh, po pres mas 20 minutave. Sot e kom përdor telefonin pe ki domethënë një ditar shumë të mirë që sot kom përdor telefonin 5 orë, në rregull, për çka kom përdor 5 orë? A ka qenë informacione të benefitshme, por me ndiku në mënyrë pozitive në shëndetin mendor, apo veç e ba scroll vazhdimisht, mundesh me pa domethënë teknika të ndryshme për me analizu edhe pjesën e sjelljes, qysh po reagon kur pe merr telefonin, pastaj pjesa individuale e krejt kësaj është domethënë me e personalizu një ditar, me kqyr tash çfarë punë bën, sa është i përdorshëm çaj telefon çato vende të punës, a mundem me shty çat telefon për mos me përdor ose mundem me lënë shumë larg, mundem me nal njoftimet sepse në X periudha të punës nuk janë të nevojshme pjesa e njoftimeve me qenë me za, po munden mu ndal. Edhe kështu në mënyrë të drejt për drejt, domethënë ndikon në sistemin nervoz simpatik edhe parasimpatik në aspektin periferik të sistemit. A mund na edhe një problem me posti për që nëse janë nisim me fol me ChatGPT-n. Po.
edhe i folë me AI-en, edhe ai ta bën për shembull t'ja bardhja për fuan insani, shtol në Instagram e AI edhe me folën e me të. Edhe u paraqit ke si njeri realisht, u paraqit ke si person, unë i thash ti je robot. Atë ai më tha, po unë jam robot, po muj me vetëm çka dush, muj me tregu, muj më ko shoku jot. Tash, kur të kthehemi te ajo shoku i fëminis që e kemi pas na atje ku kthy, që folëm pak më herët. Nëse na kthehemi edhe jemi përdor jetesa jon, o përdor prej teknologjisë, qysh na si fëmijë 3 vjeçar, e kena pak të zhvilluar çato që mujna me. Tash nëse unë filloj me fol me çat shokun tam tjetër te ajo, që ai është imagjinar realisht, edhe ja nisi unë do problemet mia t'mja kallëzu dhe ai mu mi kthen do përgjigje që ja nisin me më konvenu mu. Sa është e rrezikshme na mos me dal me njerëz mo hiç, edhe mos me pas komunikim me njerëz, mja nis me i pa nëpërmjet platformave, me shku dashni nëpërmjet platformave, me bo seks nëpërmjet platformave, me u kon të kënaqur me çat jetë edhe me u bo një farë forme robota. Patyshim. Izolimi social dhe rrezikshmëria për me rrit akoma më shumë vetëm pse njerëzit e kanë pas ose persona të ndryshëm me problematika të shëndetit mendor, si ankthi, stresi, depresioni, zotën tendenca për mi prek pikërisht këta persona ose introvert me personalitet, janë kogja të shprehun, edhe arrin me ndiku kogja shumë. Pastaj rrezikshmëria është jashtëzakonisht e lartë, unë e shoh të gjitha grup moshat, edhe tek fëmijët që përmend, sepse edhe të pleqt në rrabë kështu TikTok, ja ka nis më konë edhe të pleqt. Jashtëzakonisht. Tani kjo ndikon mënyrë të drejtë për drejtë në neurotransmeter. Ndikon mënyrë të drejtë për drejtë në ndërveprimin edhe ndërtimin e raporteve sociale, sepse sot po e shohim që gjithçka po ndërtohet edhe po krijohet përmes internetit. Çka do të thotë që na nuk na me përdor ekspresione faciale, s'kena me përdor gjuhën e trupit, s'kena me komuniku shpeshherë ndoshta edhe me zah, sepse mundon veç përmes shkrimit, shpeshherë domethënë as në mënyrë jo verbale, kjo është edhe ma hiç në shumicën e rasteve, po çka është më e keqja krejt kësaj, sepse njerëzit po e hupin edhe gjuhën, po ndikon aspekte neuropsikolinguistike, po ndikon me pasivizu zona caktume të gjuhës si vernika, brokat, kuptumë, shprehjet, komunikimi. Njerëzit shumë shpejt po vinë edhe po shkaktojnë shumë problematika tjera të rënda neurologjike apo neurokognitive që e quajmë na, domethënë pastaj një gjatë tjetër brenda kësaj është që edhe dashnia, edhe seksi, masturbimi, gjithçka tjetër po arrin edhe përmes teknologjisë. Çka do të thotë, përveç që nuk po ka emocion, nuk po krijohen hormone specifike që neve na ndihmojnë edhe në socializim, na ndihmojnë edhe në dashni, na ndihmojnë edhe për me kriju raporte të ndryshme, bashkëvepruese edhe me persona të ndryshëm, po edhe me persona të atashimit të parë, si prindrit apo kujdestarët tonë të parë. Domethënë po arrin edhe po prek gjithçka. Përveç kësaj po arrin pe prek domethënë edhe pjesën e përgjithshme psikofiziologjike. Po arrin me prek domethënë shëndetin fizik. Ai ke pasur njerëz që po janë kështu. Po shpina po na dham qafa. Ja kemi nis prima tepër po kemi dhimbje fizike. Ndoshta edhe nuk po mirëm me fizikin. Tash çka ke të thon pak më herët te puna e qësoj që me fjalë. Kena fillu dhe me kriju në zona në kry. Për shembull na i nim njerëz nëpërmjet shkronjave. Unë e di kur është nervoz dikush nëpërmjet shkronjave. Kur gjo nuk shoh, po i them çka ki pse je nervoz. Qysh na po mujna me kriju një farlloj telepatie të mendimet, kur ai ta bën veç një fjalë, aha, të din. Kur gjo nuk ka aty, po të din që ai person është nervoz. Qysh po mujna me kuptu qysh po mujna na me pas qatë sen? Kjo ndodh kryesisht për shkak edhe të takimeve të ndryshme, qoftë virtuale ose në mënyrë të drejtë për drejtë, ku zonat e trunit të caktume që janë përgjegjëse domethënë për pjesën e regjistrimit të informacionit, domethënë vizual, auditiv, edhe të gjitha këto arrin përmes skenu njeriu. Edhe në situata të ndryshme, tash truni është adaptogen vazhdimisht, e bën neuroplasticitetin. Edhe fal këtyre dy gjanave, truni arrin për me kriju memorie edhe për me kriju domethënë memorie auditive. Domethënë që dhe me kon anterograd edhe retrograd, që në të njëjtën kohë
arrin edhe krijon perceptime të ndryshme edhe perceptime reale me qujt ashtu të personit që në këtë rast vokalin e personit, por me mujt që të njëjtën kohë në mënyrë të vazhdueshme qoftë me anë të fotografisë që truni arrin, por me rikthy arrin që me bë feedback të vazhdueshëm edhe të zonit edhe kur jetu shkrujt me to. Pastaj arrin edhe për me i njoft emocionet e tina përmes ngarkesës të vazhdueshme sepse domethënë sot njerëzit janë shumë ngarkesa të mëdha në sistemin limbik. Edhe kjo arrin domethënë në mënyrë aktive. Kush ta ka bu këto? A ja kena buna vetës? Si për shembull, unë mendoj që telefoni nuk është më veç joni. Edhe nuk është më veç personale, edhe që kemi thonë për telefoni dorës e kena qujtë për para, që i bjanë që e ki veç të dorë. E tash është telefoni meqën, quhet. Tash sa kena të sigurt edhe qatë telefon, për shembull sa që thash ma herët kena për shembull shumë figura të cilat janë të rrejshme dhe ti fillon me i besu, sa janë fjalë të rrejshme, sa është struktura e rrejshme, sa gjithë shka që ajina janë dy bota, është e rrejshmja dhe ajo, sa kena me kuptu na cila është e vërteta tash. Liki, dhe që këtu është një sfidë shumë e madhe. Unë shoh sfida më e madhe është tek fëmijët edhe sidomos tek grup moshat e shtyme. Sidomos mos me bëre dallimin e realitetit, zotën edhe për neve kanë erë shkolla sfiduese, unë shoh njerëz të veshën me AI, edhe nuk mundesh me bën një dallim shpesh herë pa u ndal me 2-3 herë me xhikuese me hin koment me mos çata persona që kanë studiu për teknologji po japin jo se kjo është AI e ndërtuar edhe nuk keni nevojë pse mu indiku prej videos. Sot teknologjia ka avancu, sot po jetojnë afal teknologjisë. Edhe nëse nuk është teknologjia, nuk i di as vetë që kishte mujt me qenë akoma bota dhe në çfarë niveli kishte mujt me funksionuar. A ka frikë për shembull që me hup edhe psikologu krejt si personat? Në një farë formë ose tjetrën, besoj që në një farë forme po edhe jo, sepse domethënë shkenca si neuropsikologjia ose psikofiziologjia për bazë të forte kanë teknologjinë, sepse informacionet reale që janë të u bazë edhe të u marë janë kryesisht për fal teknologjisë. Edhe neuroshkenca në përgjithësi sot është avancu shumë për shkak të teknologjisë, vetë psikologjia është anë në neuroshkencë, sepse teknologjia neve na ka bërë të tillë të detyruar, po që të njëjtën kohë mendoj që edhe është një kohë e mirë edhe ideale, sepse sot nuk mundesh me ik teknologjisë nëse edhe shfrytëzohet për të mirë, se prap truni tregova është adaptogen, po edhe fal neuroplasticitetit, edhe fal të nevojave tona që na ja plotësojmë vetin në aspekt kronobiologjik edhe hemostatik, na prap arrijna që ato domethënë me qujt ashtu defektet anësore të përdorimit të teknologjisë me i stabilizu diqysh. A ka truni val? Po. A ka truni val? Çka është një sen që për shembull unë mendoj për dikon. Edhe kjo pak po dal pi temës, ndoshta po prapje në temë. Nëse unë jam të mendu për dikon edhe jam të pa në Instagram, edhe e qaj kryt, e shoniren që aty. Edhe a është pak e frikshme që thirrjet tona, për shembull ose valë të trunit, edhe këtu janë kopju, besoj që janë kopju me fjalë truni, telefoni ka kopju trunin për me arrit çat valën, edhe por a është e frikshme për shembull çone para mëna po më me taku një njeri pe thiri me tru, thoj shumë përpara menu se ç'tash veç kur të sheh, apo den? E tash për më po ndodh shumë më shpejt çaj sa. Ndodh. Shiko tani nëse nolëm me fol në aspekt të psikofizikës, kuantike, në aspekt fizik shpirtëror, sigurisht se po, na lirojnë energji. Na arrijna domethënë në situata të ndryshme nëse nolëm me po edhe pse teknologjia kur na jemi të bë llaf tani edhe nëse na ma vonë kena marrë telefonin dhe kena po disa podcaste. Është për shkak se gjurmë kibernetike edhe niveli në cilën po operon së teknologjia edhe mendja e njerit është shpeshherë pa shpjegueshme në një kontekst veç psikologjik. Po nëse nalesh me po në aspekt të neuroshkencës teknologjike është një shpjegim komplet ndryshe. Edhe shumë herë më ka ra edhe me po edhe me hi edhe me hulumtu pse ndodh që kjo, po jam pikpyetje shumë të mëdha. Shpeshherë truni njerit ose aspektet fizike, psiqike, neurologjike janë shumë enigmatike. Edhe sot i kushtohet shumë rëndësi të madhe edhe astrologjisë, i kushtohet rëndësi shumë të madhe edhe gjonave të ndryshme që matën një si me thonë ashtu të unifikume, janë gjona kogja enigmatike edhe vetë
besojnë këto, edhe prapë se prapë nuk I di as pse besojnë këto. Për arsye se nuk ka një përgjigje të mjaftueshëm definitive që unë mundem me thonë që po se kjo po m'bin, përveç se pesha shumë realiste për to çka po se po ka shumë sene që po të bindim vetë nëpërmjet asaj që ai na aty po, ose apo beson që na mundna me hidhë në boksa të algoritmit. Për shembull, ndajna ato po podcast, shumë podcast, ndajna ato shku me hungra hamburgera, shumë hamburgera. Ndajna ato tu shku në për jota, kena me po jota. Apo den ajo në qëto dhe që ato që na kanë lujt këta neve në vedin edhe në vedijen. Po, padyshim. Na kalu për shembull tash na jemi tu e njeke ajën për me mujt me nxan. Për para ai na ka kopju neve, e tash na ka ik qatë shumë që na jena tu munu me njek, njerëzit po folin ma shpejt, s'di sa ke mujt me vrit njerëzit. Të vetja e, unë e vrej një ndyshim koqa të madhe, e vrej një shpejtësi të përpunimit të informacionit, po të njëjtën kohë një shpejtësi të komunikimit. Sa që ka njëherë mendoj edhe mendoj. Unë përshka edhe me filmat janë ma shpejt, flasin ma shpejt, njerëzit kuptimi është ma I shpejt, se nuk ka kohë si përpara u konë një film I Tarkovskit e ke pa kodri ti për I gjatë, ka qenë tash s'mun është ti me duru. Ajo për ty me ra me flajta, për më munu me të nxonë gjume nëpërmjet do muzikave ma të qeta. Po tani është shumë interesante sepse këtu janë të krijuar prej një bote të aktrimit me qujt ashtu sepse në fundit servohen për ne dhe ato janë të ndërtuar edhe të krijuar të tilla. Tani kur nolesh me po pak edhe një ngritje profesionale të një aktorit, një regjisorit, prej personave që merren me marketing edhe me krejt këto zotën I ke pa gjithmonë që ka gjatë të mirë janë edhe studius, edhe autodidakt të personalitetit të personave. Po unë po shoh filma të cilën e pash më herët një film një vrasës monstrum, realisht e ka dhe titullin që ashtu Ede Paterni, historia e tij, e jetës, ish bo dhe pak si alla ishin marrë me qatë rast, se shumë regjizore kanë kopju jetën e tij edhe kanë bo filma në formën që ai ka bo. Edhe fundi I atij ka tha, pse I ka bo ai gjithë ato sene, so një tepër I vetmuar. Edhe realisht çka të bën vetminja, që na punimi tash se cilën herë edhe ma të vetmum. Përpara kina shku kina pi çaj të një kojshike, kina hëngër kikirika, tash mos ki. As kojshi që të vinë, as ti nuk shkon te kojshit, as mund është me ndru një muhabet edhe një laf taman që është duhet për arsye se të do këtë humbje kohë, se një men nuk I kohë me pi një çaj edhe me bo laf që kina bo, kina këshir televizor, kina mbledh krejt, kina këshir loj me fëmijë, edhe I vogël e krejt, e kina post një emision për shembull që kina këshir një film zatimor që I ka njoft krejt, tash ka shumë filma zatimor, ka gjithçka tu li far platforma, edhe ajo tjetra që ka hup që ajo tradita, ka hup edhe realisht edhe që ajo mbledhia familjeve, gjithçka është u fillu mu bo një individ. Padyshim na prej këtyne gjana vazhdimisht shohim sot sa e shprehnë është edhe vetvrasja, sa I lartë është ankthi, sa të lartë janë përgjithësi çrregullimet emocionale, po të njëjtën kohë e shohim se si ka qenë koha më përpara dhe si është tash në ndikimin e përgjithshëm neuropsikologjik. Nolem e pa tash një faktor dhe inteligjencë. Po veç nëse nalë me pa, do me thonë sa ka ndryshu kapacitet intelektual I persona, ani pse s'ka pas shkollim, po ka pas dije shumë atë mirë fjalë, ka pas funksionet të larta ekzekutive, ka pas një komunikim shumë atë denjë më të mirë, gjuha, pastërtia e gjuhës, emocionet, reflekset emocionale, pastaj memoria pa gjate, pa të shkurte, gjithçka tjetër. Nështë na një popullat me qujt, hale mendoj që për gjenerata tuna janë koqa traumatizum. Nështë sistemi limbik është me ngarkesa shumë të mëdhaja, po për shkak të funksionet larta ekzekutive mendoj që ka arrit mjaftueshëm për me rrit një stabilitet komplet kësaj. Unë shoh gjeneratat e vjetra. Edhe këta janë në një izolim social, sepse hale nuk e pranoj domin e pleqve, hale nuk e pranoj shtëpinë integruese si qëndrim ditor, ka shumë gjëra të ndryshme, po prapë arrin me gjetë një ekuilibër. Duket që petradhtan, realisht na jam mësuar me jetu me prind të kohën edhe mi këshyra, ata me na bën neve për me këshyra ata. Nas kemi pas jetë individuale, se imi kun qaj grupi që thash ma herët. Kena shku kena pi qajtën mahal, na e kitë mahal agon si familje. Tash nuk është qaja, se nuk, tash po qara nga med, do do me traditave të cilat nuk po mujna dhe mi përcjell, edhe po jemi agresiv edhe me të vjetrit.
po jemi agresiv edhe me fëmijë, po jemi agresiv me gjithë shka që ai kena për rreth, edhe me teknologji, ti po rresh me ta, nëse ajo nuk të mrin me ta kry punën qatë shpejt, bllokon internetit, i nihesh i pa aft dhe nuk mundesh me çuni email dikon. Kështu që krejt që to na kanë ngarku edhe lese na kena ardhur për do traumave të luftës, të cilat kur nuk i kemi shtjellu, dikush më tha mos tek shyrim qatë sense, atëherë krejt jemi. Thash po, a ka terapi kolektive? Ka. Unë besoj terapi kolektive. Po, terapi grupore është një prej terapive më të mira që sidomos në moshat e shtyme, po edhe në situata të ndryshme të çrregullimeve të shëndetit mendor janë jashtëzakonisht të mira, sepse njerëzit dojnë eksperjenca njëri me tjetrin, njerëzit dojnë veprojnë me njëri tjetrin, krijohet shoqëria, bëhet kontakt i vazhdueshëm mes klientëve, mes vete e tutje. Pak rëndësi ka kanjera. Çka kom ni dikon me një vend, s'di ku, se di sakt ku, se tash edhe me atë që po thot ti informatat po të vinë, po s'vedin cëllin vend pi merë, që dolin për shembull që për marrëm shembull je te edhe qesëm një karik edhe bu një farë forme artistike, po dhe psikologjike edhe ndrohen psikologat edhe njerëz të kolektiv që kjo është, që vinë turmat njerëzve të dhe flasin gjithë shka për edhe e kryn një farë dashnije, për shembull mu më ka më shku me një farë kampi feministëve, atje i kum taku shumë gra të cilat i kishin problemet, po gjuhët nuk i kishin të njëjta. Edhe folshim nëpërmjet gjuhëve të njëri tjetrit. Ajo folke për shembull spanjollisht, unë folsha shqip, edhe për një moment ajo tu folur në shqip, ajo filloi me çajt. Maniti shpirtin, çapo di edhe për me ishtë qka folsha une ishtë për me qajtë, edhe u kapën për qafe edhe u bum shumë shoqe të mira në qatë formë, adin tu mos u kuptu, po tu ndi, adin. Padyshim, kjo është e rëndësishme sepse lirimi në neurotransmiterëve edhe në gjalla se truni me kalimin e kohës atrofizohet, kur nuk merr stimuj të ndryshëm, por me caktu tash pikat hormonit i kena mi 60, se cila pikë e trunit edhe zonë e trunit ka funksion të ndryshëm. Disa prej tyre janë ndoshta edhe ka tjera të tjera, po janë të panjohura, sepse truni është ende pavarësisht se ka shumë fusha që e studiojnë. Në këtë rast lirohet domethënë oksitocina, lirohet feniltilamina, domethënë truni më njerë merr informacion se njerëzit as nuk përqafen kryesisht të bëjnë inputin ose kryesisht domethënë kanë ku je u bir ose diçka, domethënë nuk është më ajo shprehja e dashnisë më ndryshe. Domethënë u përqafu është një person psikolog që zotën e vlerësoj shumë edhe shpeshherë preferon edhe me klienta mu përqoh pak për një periudhë kohore. E kuptojna e vrejna pak më ndryshe edhe me persona kur të nalesh, sado që ti mundesh me pas dëshman që tojna kështu, po kur të përqofësh prap e ndjen, e them pak akullin. Edhe të kishët ka një herë edhe për shembull prekjet kur i ki me dikon atë dorës ose diçka, i ki pulsin, e ki dashnin. Për qafja ishte tepër e mirë. Në trupet e ndjen. Domethënë ka diçka shumë më reale se sa domethënë një përqafim shumë i kot, i lartë, domethënë që as nuk preket puthja në fytyrë, domethënë janë shumë gjëra që më ndikojnë se një stimuj sensorik drejt. Fjala simpati është fjalë greke, sa kom marrë vesh se ishte interesant, se këta grekt këtë thonë kjo është e jamja. Unë e po menoj që i kemi fol qatë sa kira dosht me fol, po për fund qa kishe mujti mi thoni prindit që e lenë në fëmin në telefon edhe e lenë fëmin mi unë të ndu qëto dashnit, qëto simpatit, qëto parasimpatit, qëto gjona që me më përqaf, që më dasht, më me ditë shka që dashnia ta jap një fuqi edhe me largu një mesazh ose një formë që me ndihmu. Ma e mire mundshme është padyshim njohja e stilit prindërime që ata po aplikojnë. Domethënë që kjo është strategjia më e mirë kompensuese për me rrjedh pastaj si informacion edhe me pa një rezultat, një pjellë të mirë të fëmijës që po e shet të evolu në formën më të mirë. Kjo është pjesa më kryesore që njëri shpeshherë më marr një checklist vetë me kapa dhe më ndërtu çfarë kum bë sot, çfarë aktivitete kum bë me fëmijën, çfarë gjuhë kum përdorur, çish kum reaguar në domethënë ndaj situatave të ndryshme, mënyrë të drejtë për drejtë, impulsive, kompulsive, ndaj sjelljes të vazhdueshme ose mendimeve që ka për fëmijën, sepse ka fëmijë edhe
stile të prindërimit që janë të hekun në dy forma. Unë për veten tem asnjëherë një stil të prindërimit specifik nuk mëna me preferu. Mendoj që një stil i miksum edhe i përshtatshëm për fëmin, stadin zhvillimor edhe tu përku nështë veç nëse edhe fëmia është me çrregullime neurozhvillimore, gjëja më e mirë është njerë mu konsultu me një profesionist shëndetit mendor për stilin e prindërimit që e përdor. Mund të me kriju një checklist vet, më ju mbështet edhe checklistes të profesionistit shëndetit mendor, është gjëja më e mirë e mundshme. Pastaj pjesa e modifikimit cilës tek fëmiu. Do me thonë se qysh fëmiu po sillet ka shi prindit, po të njëjtën kohë dhe prindit tek fëmiu. Nëse fëmijët për shembull janë të përdor telefonin, me po për çka është të përdor telefonin? Ashtë ja përdor telefonin moshën 3 vjeçare për me po fëmin me avancu në autonomi për njohjen e tualetit, se qysh me bo urinën, me shku me bo feqen, për mi rrit strategji kompensuese për zhvillimin që ndodhet, apo është e rëndësishme edhe për me shku në atë nivel që pja prezentoj teknologjin, po kena me bo një aktivitet fizik. Kena me bo një aktivitet, zotën për shohëm aktiviteti më të me qenë aerobiko ose ushtrimet mëngjesit. Edhe është diçka e mirë qenë, sepse ku mu prezentu për minuta të vogël, edhe minuta që kanë me qenë shumë të vlefshëm për me ndryshu komplet neurobiologjin e trunit fëmijët. Pastaj ka shumë gjona të mira nëse nalëm tash evitojnë pjesën e teknologjisë, qysh na me rujt shëndetin mendor të fëmijës edhe trunin specifikisht. Flasëm për një aspekt neuropsikonutritiv, të përdorëm një ushqim cilësor, fëmiu të eksploroj ushqime të ndryshme, gjithmonë biologjike, pa pjesën e shtimit të aditiveve, sheqernave dhe ngjyrosve, shumë gjona të tjera që sot po janë shumë edhe ndërshkaktar kogja potent që po japin pak shërgullim sjellje, po ka studime shumë të mira që po e mbështetin me prezencën e deficitit vëmendjes, me impulse, me vëmendje, pa vëmendje. Pastaj pjesa tjetër është shkojnë në konsulta biokimike, nutricionale për me hartëzu një plan të përgjithshëm për sa i përket pjesës të asaj se çka po mirë ushqehet fëmiu. Pjesa tjetër është që edhe prind të njëjtën kohë me marrë një edukim qysh e merr fëmiu, me marrë edhe prindi, të cili profesionist, jo është i shëndetit mendor. Unë zatën gjithmonë i fokusohuna shëndetit mendor edhe në çdo fush edhe nën fush për me bat njëjtën kohë edhe të dishëm për prind, sepse edhe na si fush e kena psikonutricionin, edhe na mundëm i jap këshillat mjaftueshme, po kur bashkëpunojna me një profesionist të fushës specifike si nutricionist që përfshin gjithë shëndetin e përgjithshëm në makro-mikro elementa apo në nutrient të ndryshëm, marrëm një përgjigje edhe një hartëzim të planit, hal edhe me ta individualizum në aspektin e shëndetit mendor nëse dojna me godit, edhe tek pjesa e stilit prindërimit pastaj, sepse e cekum edhe ma herët janë sikur sy nxjerr, fëmijët absorbojnë çdo gjë. Pastaj pjesa tjetër e rëndësishme është edhe pjesa e edukatorëve, domethënë mesazhin që e bartin te prindi me vëzhgu, sepse fëmijët zotën moshën 10 muaj, 9 muaj veç po prezantohen në përqerdhe. Pastaj pjesa e kushtit edhe krejt kësaj. Edhe ka rëndësi kush po edukon. Po, padyshim shumë. Tri faleminderit që e ardh edhe që bënë muhabet. Po nashta kemi një taku prap në një ditë tjetër, se kena çka flasim, edhe mujna me i knaqe edhe shukust, edhe mujna me i knaqe edhe vetën të bo muhabet edhe të e po edhe na ka jem edhe qysh jem. Faleminderit shumë që erdhe si mysafir. Faleminderit edhe për ju shumë, faleminderit.